politike më kanë dënuar se gjithë këtë refren kanë. E fillojmë me këtë varg të parë për dienie, marrën me vargun e fundit, kjo është politike dhe goditje. Dhe pastaj në mes. Duket drejt se për ditë shohim doktorin që thotë njëjtën gjë, kështu që unë ju garantoj që është e njëjta gjë edhe këtu. Dhe pastaj do ta shohim ta shikojmë. Por, po t'jepsha unë mendim, për Partinë Socialiste. Unë jam dakord me ty që kush ka probleme me drejtësinë duhet shkojmë burg. Po t'isha unë që jap mendime për Partinë Socialiste, jam i bindur, është një parti e madhe, nuk është një parti e vogël, njëjtë siç është Partia Demokratike. Po bëri zgjedhje politike. Ka plot burra e gra edhe politikë dhe të angazhuar në politikë që nuk kanë asnjë kurfar problemi me drejtësinë. Por nuk zgjodhi ata, zgjodhi një person që ta ketë të varur, që sa herë të dojë të rreqa dhe frenin që kish parasysh se unë kam të dosje tu, unë ndaç të shoj, ndaç të mbaj. Ti thua që edhe Spakun, ti e ide se Spakun e komenton qeveria. Unë kam mendimin që shqiptarët i kanë shumë të qartë idetë e tyre dhe e kot çfarë flas unë dhe çfarë flisni ju, shqiptarët i kanë shumë të qartë idetë e tyre. Më bot një pyetje se akoma s'po dal ke kjo. Se më rezultoi që shumica këtyre të majtëve janë burg, pra ne këtu e kam. Këtu e kam. Se unë jam gazetar, flas. Ti e vetë. Një herë shifrat tregojnë kur, ti shifrat përsektojnë kur, po ti rikthehemi diskutimeve tona të vjetra të Covidit. Një herë një kohë drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Kukësit dha vetë një batutë, burgu për burrat dhe socialistët është. Tashti nuk po shkoj asgjë ligjëratë e drejtësh. Kalojmë ke kjo, se na intereson më shumë kjo pjesa ndoshta. Neve patëm një diskutim rreth parë me partitë aleate, parlamentare dhe partitë opozitare, pra që ndjen veten opozit, me qëndrime dhe veprime. Patjetër me ato që neve kemi një bosht ideologjik që mund përputhemi. Dhe ram dakord mbi disa parime. Se ndryshe nga siç bëhet llogaria, mendohet njerëz se duhet nisesh nga emrat përveçëm. Jo, qëndrum ke parimet dhe qëndrum krejt të hapur, pritëm. Ne nuk shkum me kërkesa, pritëm propozimet si e mendojmë parimet. Ndoshta parimi deklarata më publike që ajo e Partisë Mundësia, që doli dhe me deklarat përpara se takoheshim, se si ata e mendonin që duhet ishte kandidati. Pra, dhe kjo ka qenë fakt një emërues i përbashkët. Dhe partitë tjera opozitare dhe partia aleate kërkon një kandidat apartjak, se e dëgjoj këtë pjesën jo politik, si mund të jesh jo politik kur kandidon për partinë për bashkinë e Tiranës. Jo, domethënë ideja që nuk e qenë apartjak, pra s'bën pjesë në një parti, po nuk mund të thush jo politik, kur konkuron për një post ka qenë rëndësishëm politik. Po sleng mediatik më tepër. Apartjak, pra s'bën pjesë, nuk ka antarësi në një nga partitë politike. Një person që vinte nga shtresa e mesme, shoqëria civile, po themi, pra të paangazhuar, por që njëkohësisht ka mbrojtur kauza opozitare, ka qëndruar për diçka, ka ngritur zërin për diçka dhe kemi disa kauza në këtë rast, por nuk ishim këtu. Kjo më ngjan pak e shtuar me vonë. Dhe që i përshtatet 100% po ka një qëndrim opozitar. Nuk u tha. U tha që do të jetë një figurë në tavolinat tona. Okej, unë flas çfarë është në publik. Mirë. Okej, rregull. Një pyetje. Tani që ka mbaruar procesi, unë mund t'ju flas publikisht për çfarë është diskutuar në tavolinë. Okej. Se kur jemi në bisedime në tavolinë, do t'i mbajmë aty. Apo jo. Është krejtësisht normale, pastaj se tjetër kush rrjedh informacionin, pastaj është mungesë serioziteti nga dikush tjetër. Jo kjo pjesë, po kanë dalë gjëra tjera. Qëndrojmë këtu. Pra, emëruesi i përbashkët ishte jo partjak, që vjen nga shoqëria, që ka qëndruar, pra ka demonstruar që ka një opozitarizëm, sepse këtu pyetja ishte po mirë, po poshta partjak, a jemi ne të sigurt që është pjesë e opozitës dhe nuk është pjesë nga ana tjetër, po duhet ta vërtetosh në një farë mënyrë apo jo. Dhe është krejtësisht normal, se pastaj do ja shpjegosh, secili do ja shpjegoj partisë dhe strukturës vet. Dhe në këtë moment kur jam dakord me këto elemente, pastaj hapi dytë ishte secili nga forcat, dhe jo nga Partia Demokratike, po forcat e tjera, disa kishin, disa s'kishin propozime. U filloi dhe emrat e përveçëm që plotsonin karakteristikat në fjalë. Dhe në fakt dolën disa emra. Publikisht kanë dalë më pak se sa që realisht janë diskutuar. Pas 13 emra. Realisht ka pas më shumë se sa që janë diskutuar publikisht. Po jo, nuk ka më kuptim tash, se është diskutimi i mbaruar. Jo, kuptim ka për analizën në fakt. Për mendimin tim jo. Që unë i qëndroj mendimin tim. Dhe në fund fare, ndërmjet tyre emrave, duke qenë një garë e shkurtër, sepse shumë e shpejt, është më 30 ditë, pak më shumë se 30 ditë, një nga elementet kyçe që do ishte në favor, se elementet kriteret bazi plotsonin të gjithë, se përndryshe nuk ishin ke kjo listë shkurtuar, po themi,
duhet ishte patjetër figurë sa më e njohur. Pra që ti mos harxhosh më tepër kohë për t'i shpjeguar se kush është personi, për t'i shpjeguar njerëzve. Duhet njerëzit ta njohin. Pra të paktën ky hap i parë t'jeti ka përcyer. Dhe në këtë aspekt, në gjitha vlerësimet që ne bëm, dhe vlerësimet janë shumë thjeshta sot se teknologjia t'i shkurton shumë punët, ishte shumë e qartë që zoti Binaj kishte dhe këtë përparësi. Kishte dhe përparësinë që publikisht është i njohur dhe është figurë shumë e qartë qytetare dhe që ka qëndru opozitare, mjafton dikur të bëj një search vogël dhe e shef se ku ka qëndru ndër vite. Nëse nuk ka marrë pjesë vetë në ato protesta që ai ka organizuar. Dhe në këtë aspekt shkum dhe fillimisht kërkum patjetër dhe një herë okejin e forcave opozitare, forcave aleate, kërkum okejin dhe morëm okejin atyre që u përgjigjen. Se kur nuk përgjigjesh. Kush nuk u përgjigj? Nuk është përgjigj Partia Mundësia. Përpara se ne ta komunikonim zyrtarisht përmes kryetarit partisë doktor Sali Berishës, i cili komunikoi publikisht. Por ne fillimisht kërkuam që të kontaktojmë dhe që të akordsojmë pikërisht kandidaturën së bashku, sepse i tillë ishte procesi. Patjetër, në një moment caktuar do ata avancosh, sepse koha është e shkurtër. Nuk kontaktuat fare sepse unë kam parë deputetin. Jo, kontaktuam ne, tentuam kontaktin me ju. Po, kjo ka qenë përpara. Po ju them, po dalja e kandidatit Tyra Asimja, edhe ajo u bë pa ju pyetur ju, pa u konsultuar me ju? Jo, ka qenë ishte emri Asimi ishte emër nderuar dhe ishte në këtë shortlist. Ishte i propozuar nga Partia Mundësia, ishte në shortlist, por në krahasim me zotin Binaj, njohja publike e zotit Binaj është shumë e madhe se njohja publike e zotit Asimja. Kjo që ai Marshi Plus, po themi, i cili çonte këtu. Dhe në momentin e diskutim, pra tjetër, ne lam një hapësirë kohore për ta diskutuar sërish, para se të bëhet publike në deklarat, nuk gjetëm përgjigje, dhe koha kaloi, deklarata dhe emri i kandidaturës nuk mund të priste më, se ju besoj mbani mend këtë studio kur do dali. Ka një presion kohor dhe ka një presion dhe ndaj kandidatit. Se çdo orë që ikën është një orë më pak në fushat që do ketë kandidati dhe skuadra e tij. Kështu që nuk mund të humni më kohë. Ktu qëndrojmë, parimet janë po ato që ishin që në fillim, pra ka rreth 2 javë që janë shtruar tavolim parimet. Figura është e njohur, plotson çdo një nga kriteret që ne ram dakord në tavolinë me të gjitha forcat, vazhdojmë, ecim përpara, fushata ka nisur. Kam lega. Pyetja parë është kandidatura e zotit Binaj është propozimi kujt? I grupit të diskutimit. Të PD-s. I grupit të diskutimit, patjetër i PD-s. Partisë Demokratike. I grupit të diskutimit. Ne ishim 3, partia tjetër ka vendosur të cilni 2, dikur solli nga 1. Se kështu i bie që nga parti opozitare, grupazhi partit opozitare. Kanë qenë jo kandidate e propozuar. Jo, ju a shpjegoj unë juve. Jo, ju a shpjegoj unë. Me qënë se pyetët, teknikisht. Ju në qofë se mbani mend, ditën e shtunë rreth drekës, mos gabojnë ora 1, pati një mbledhje kryesia e Partisë Demokratike, ku u deklarua se çfarë qëndrimi do mbanim neve në lidhje me kandidaturën. Që PD-ja kishte vendosur, se këtë vendosur në si grup negociator, në diskutim me kryesinë e Partisë Demokratike, patjetër me kryetarin, se çfarë figure, pra cili format do kishte figura, çfarë karakteristikash kishte figura, profilin e kandidatit eventual, që ishim dakord për herë të parë të mbështesim një kandidat që do të dilte i pavarur, po që plotësonte kushtet. Mani mend këtë? Kjo ndodhi të shtunën. Të shtunën në darkë, përmes një postimit, them drejtën, unë personalisht isha ndasëm. U trashëgoft çifti, po unë isha ndasëm, kur vura re, përmes rrjeteve sociale, një postim të zotit Binaj. Ju nuk kishit dieni fare që Fyra Binaj do të kandidonte? Personalisht jo. Unë ja thash dhe nuk shkum neve me emra. Neve vetëm pritëm emra. Sepse u duk kështu ideja që Berisha tha, në kohë që kishin dalë disa emra kandidatësh pavarur, Berisha ditën e shtunë, që thonë ju, po e citoj, doli dhe tha, do presim tha dhe 2 ditë të tjera. E shtunë e djelë, krejt normal. E hona dita pare punës. Krejtësisht normale kjo pjesë. Dhe pak orë më vonë dhe kandidatura Binaj. Por në dark patëm këtë postim dhe vum re një reagim aq të fortë të rrjeteve, telefonata që patëm, mesazhe që patëm unë personalisht. Pra një reagim aq të fortë, aq pozitiv dhe aq mbështetës, sa që kjo i hije në dyshimit çdo lloj sondazhi, qartësisht
këtu ka një hap, një marsh ekstra. Jo, patjetër, krahasuar me kandidatin tjetër që kishte dalë se neve mbajmë emrat e tjerë dolën disa ditë më parë. Po. Dhe neve mund shumë mirë të peshojmë reagimin ndaj njërit emër dhe emër tjetër. U dogjën shkretë. Dhe momentin që u pa ky lloj reagimin, ne u ritakuam ditën e hënë në mëngjes, patjetër në Partinë Demokratike, se ne do marrim vendimet brenda forcës tonë, ku jemi ponderum të 13. Me pak AI? Ponderum, se të pak AI? Jo, nuk jemi neve nga këto, nuk do harxojmë kohën për këto gjëra. Jo me diellën, jo, flas me AI, me shati që duket s'do kallauz, thot populli, jo. Florë është e gjatë, duket kollaj. Ishte shumë e qartë kjo lloj, jo, po nuk kishin kandidat aty, po diskutonin profilet. Dhe u qëndrua që ne si Parti Demokratike, nga gjithë këta që janë vetë propozuar, apo janë propozuar nga partitë aleate, se nuk ka asnjë të propozuar nga Partia Demokratike, nga këta 13 që janë vetë propozuar pranë nesh, apo janë propozuar pranë nesh nga partitë aleate, nga këta 13, zoti Binaj, patjetër, ishte ai që kryesonte graduatorin, ndjes. Këtu mandatuam ne si grup negociator dhe mbani mend se u dha deklaratë publike që të kontaktonim sërish gjithë forcat aleate, si mendoni ju për këtë kandidaturë që u vetë shpall të shtunën mbrëmje. Të gjitha u përgjigjen pozitivisht, me përjashtim të njërës që nuk u përgjigj. Atëherë, në mos gabojnë rreth orës 12:00 mesditës, kryetari 12 e pak. Doli Berisha dhe deklaroi zyrtarisht. E formalizoi. Kjo ishte në linjë kronologjike e gjithë dakord me gjithë situata. Po, unë kam i pyetur, kush është kryetari i Degës Tiranës Partisë Demokratike? Nuk ka. Tirana ka 16 degë, përsa i përket strukturimit Partisë Demokratike apo pyesin? Koordinator qarku është zoti Kliçi. Pyetjen tjetër u kujtova që e di se do të bëja pse nuk kandidove. Pse nuk kandidua tuaj, kemi folur edhe u kujtova, nuk është. Tani, unë kam vetëm një kundërshtim për gjithë shka thatë. Njohja në publik nuk është kriter për Bashkinë e Tiranës. Me leje nënë e Martin, kemi se nga që Iliri u zgjat pak me atë, dhe e bëjmë në pjesën e dytë, debatin a është kandidatura e duar për jo. Po do doja fillimisht me Endrin. Endri, ti me njëherë shpallën mbështetjen për Binaj. Unë Florin e njoh që student. Jemi rritë të dy në Tirana, i ka qenë ke liceu artistik, kam qenë ke Ari Fulsi. Dhe pa dyshim se jemi takuar si aktivist të shoqërisë civile, kemi protestuar krah për krah për shumë çështje publike. Dhe kam një vlerësim dhe e simpatizoj si individ. Por me nismëthurjen e u mblodhëm, e mbledh ditën e hënë, për të marrë një vendim. Këto janë zgjedhje të pjesshme. Origjina e këtyre është 2023. Në 2023 ne patëm marrë një vendim. Do garojmë vetëm për zgjedhjet se ka dy... Ju keni këshilltar apo jo? Ne kemi këshilltar në Tiranë dhe